Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë. Mos pini kurrë kafe nëse vuani nga këto probleme shëndetësore. Për shumë njerëz, pirja e kafes në mëngjes është një nevojë e domosdoshme. Kafeja ofron energji, të hapësyt dhe në varësi të antioksidantëve mund të mbrojë edhe zemrën dhe trurin. Por sipas Brightside, do të rendisim disa tema se çfarë ndodh organizmit nëse e teproni me pirjen e kafes çdo ditë. Gjithashtu, ka ndikime edhe në atë se çfarë ndodh organizmit kur hiqni dorë nga kafeja. Kafeja mund të ndikojë në aciditetin e stomakut. Ekspertët thonë se njerëzit që vuajnë nga refluksi i acidit dhe probleme të tjera të zorës dhe stomakut duhet të jenë më të kujdesshëm në konsumin e kafes. Ata sqarojnë se kujdesi është i nevojshëm sepse kafeina nxit simptomat e refluksit dhe i përkeçon ato. Njerëzit që vuajnë nga aciditeti i lartë në stomak duhet të pini kafe me qumësht bajamesh, ark kokosi ose edhe shtaz pa yndyrë. Rritja e sasive të kalciumit në filxhanin e kafes ul nivelin e aciditetit të pijes dhe e bën më të butë për stomakun. Por kur është koha më e mirë për të pirë kafe? Studimet e shumta mbi rolin e kafes kanë zbuluar se koha më e përshtatshme për të pirë kafen dhe për të përfituar maksimumin e vlerave të saj nuk është mëngjesi, por paraditja, në mos fillimi i pasdites. Kur kafeja pihet në mëngjes, njeriu bëhet më alert dhe më i vëmendshëm për këto të dyja zbehen shumë më shpejt pas disa orëve. Për këtë arsye, ekspertët thonë se kafeja pihet paradite ose 3 deri në 4 orë pas zgjimit. Në këtë pikë të ditës, trupi ka më pak hormone stresi dhe ka nevojë për më shumë energji. Kështu do të ndikojë gjithashtu edhe në përfitimet të trupit. Kafeja mund të ketë efekte negative në trupin tuaj nëse e teproni me pirjen e saj. Gjithashtu, e dini që është provuar shkencërisht se kafeja të zgjat jetën, por studime të ndryshme kanë treguar se kjo pije nuk shërben vetëm për të zgjuar nga gjumi, por ul edhe rrezikun për të prekur nga probleme të ndryshme siç janë ato të radikaleve të lira, demenca, sëmundje të zemrës, përshpejton metabolizmin e të tjera. Por të njëjta studime tregojnë se duhet të shmangni kafen ose të paktën ta kufizoni pirjen e saj. Në raste të caktuara për të shmangur efektet anësore duke filluar nga ankthi deri te rreziku i zhvillimeve të problemit të trupit, citon health.com. Ja rastet kur nuk duhet të pini kafe. Nëse është shumë e nxehtë, mos e pini kafe. Konsumi pijeve shumë të nxehta si kafe ose çaji mund të shkaktojë probleme, paralajmërojnë ekspertët e mjekësisë. Mendohet se temperatura dhe jo substancat e pijeve shkaktojnë problemet e ezofagut nëse është mbi 65 gradë Celsius. Prandaj tregoni të durueshëm. Mos e pini asnjëherë kafen sapo të hiqet nga zjarri, por e lini që më parë të ftohet pak. Nëse ju ze ankthi, mos pini kafe. Nëse ndjeni pak si në ankth ose apo pini kafe, duhet të fajsoni këtë të fundit. Kafeina ka efekte stimuluese në sistemin nervor që shkakton lëshimin e hormonit të kortizolit të stresit. Në këtë rast e përkeçon edhe më shumë ankthin dhe problemet të gjumit te personat që vuajnë nga depresioni. Për të minimizuar influencën e kafeinës, përpiquni të mos e teproni me kafen dhe mos pini kafe 6 orë para gjumit. Nëse ju vjen gjumë dhe e keni të nevojshme për të fjetur, mos pini kafe. Kafeja mund të duket një zgjidhje shumë e mirë nëse doni të gdhini deri në mëngjes. Në rast të kundërt jo. Përpiquni të mos pini kafe përpara se të flini sepse është e sigurt që nuk ju ze gjumi. Nëse nuk do të flini të paktën 7 orë në natë, do të filloni të shfaqen probleme me shëndetin. Mos pini kafe pak dhirë. Konsumi i kafes që pak dhirë nuk do ju ushtojë as pak nivelin e energjisë. Kjo sepse në orët e para, zgjimi, niveli i hormonit kortizol të stresit është në kulmin e tyre dhe ju jep një rritje normale të energjisë. Prandaj shumë ekspertë bien dakord që kafeja e parë e mëngjesit të pihet rreth orës 10 deri në 12 të paradites, kur nivelet e kortizolit kanë filluar të bien. Individët që kanë të vështirë të mbajnë në kontroll gjendjen e tensionit të gjakut, diabetin, refluksin gastroezofageal, duhet të kenë kujdes me sasinë e kafes që pinë në ditë, pasi mund të ndikojë negativisht edhe në çështjet e tyre imunitare. Shumica e njerëzve duhet të tregojnë më të vëmendshëm me pirjen e kafes,
pasi ajo mund të ndikojë negativisht në imunitetin tuaj. Është e vërtetë se kafeja mund të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të disa llojeve të problemeve, sëmundjeve të zemrës dhe mund të ndihmojë në humbjen e peshës, por në disa raste rezultatet mund të jenë të këqija. Njerëzit që vuajnë nga sëmundjet inflamatore të zorëve duhet të tregojnë më të kujdesshëm me pirjen e kafes. Kafeina mund të përshpejtojë tretjen dhe gjithashtu të rrisë shanset për diare, e cila është një nga simptomat kryesore të sëmundjes inflamatore të zorëve, shpjegon dietologja Angel Planels, duke shtuar se është e mençur të shmanget pirja e kafes nëse vuani nga simptoma e zorëve të irrituara. Nëse keni glaukoma, tregoni të kujdesshëm me pirjen e kafes. Presioni intraokular mund të rritet te personat që kanë glaukoma edhe kur konsumojnë kafe, nëse duhen besuar kërkimet, prandaj ekspertët këshillojnë që të reduktohet marrja e kafeinës ose edhe të shmanget, por gjithashtu duhet të merret në sasinë minimale, citon Planels. Nëse keni një fshikëze tepër aktive, tregoni më të vëmendshëm dhe më të kujdesshëm me pirjen e kafes. Të gjithë e dimë se është më mirë të mos pish një filxhan të madh kafe përpara një udhëtimi të gjatë, veçanërisht nëse nuk mund të shkoni lehtë në tualet. Marrja e kafeinës vetëm sa e përshpejton punën e fshikëzes, prandaj do ju duhet të urinoni më shpesh, shpjegon Sue Heiken. Nëse nuk pini shpesh kafe, mund të jeni shumë më të ndjeshëm ndaj kafeinës. Personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës duhet të jenë më të kujdesshëm me pirjen e kafes. Duke qenë se kafeja mund të shkaktojë një rritje të menjëhershme të presionit të gjakut dhe të përshpejtojë punën e zemrës, është e rëndësishme që çdo person që ka probleme me zemrën të jetë i kujdesshëm dhe të flasë me një mjek se sa kafe mund të pijë në ditë, citon Kelly McGray. Gra shtatzana gjithashtu duhet të jenë më të vëmendshme me sasinë e kafes që konsumojnë. Shoqata Amerikane e Ginekologjisë këshillojnë që gra shtatzana të mos pinë më shumë se 2 filxhan kafe në ditë për të reduktuar rrezikun e abortit dhe lindjes së parakohshme. Megjithatë, një studim i publikuar vitin e kaluar thotë se nuk ka sasi të sigurta të kafes për gra shtatzana dhe çdo grua shtatzan duhet të flasë me ginekologun e saj për sasinë e kafes që u lejohet në ditë. Nënat gjithënëse gjithashtu duhet të jenë më të kujdesshme me pirjen e kafes. Duke qenë se kafeina është një stimulues dhe diuretik, është e mundur që edhe një nënë që ushqen me gji të vuajë nga dehidratimi. Prandaj ekspertët këshillojnë kafeinën të shmanget në këtë fazë, ashtu si edhe në shtatzëni, pasi mund të ndikojë edhe në përkeçimin e shëndetit tuaj. Është e rëndësishme që kafen ta pini gjithmonë si duhet dhe asnjëherë me teprim edhe në rastet kur e keni të nevojshme gjumin. Në mëngjes, pas dreke, si dhe pas dite. Shumë prej nesh ndajnë një zakon të përbashkët, atë të konsumit të kafes. Edhe në të njëjtën kohë, ka nga ata që ndajnë një veprim të tillë që e kryejnë pothuajse pa e menduar fare, atë të konsumit të ujit. A ju ndodh edhe të pini pak ujë menjëherë pas kafes, sepse thjesht nuk ju pëlqen ajo ndjesia e idhur në gojë. Uji dhe kafeja janë në një kombinim i veçantë. Këto pije i gjejmë shpesh të servirura krah për krah dhe instikti për të pirë pak ujë për të pastruar gojën pas konsumit shpesh është i pashmangshëm, por gjithçka duket se sillet rreth cilësisë së vet kafes. Shumica e kafeve që konsumohen janë në cilësi mesatare ose ulët në vendin tonë. Një kafe e përfituar nga një lëndë e parë e dobët e patrajtuar në mënyrën e duhur ose e pjekur tepërt shpesh mund të krijojë edhe një barë të rëndë të efekteve për shëndetin. Këto defekte janë shkaku kryesor i ndjenjës së etjes pothuajse që na kaplon pasi pim një filxhan kafe klasike. Nëse kafeja ju le një shije të hidhur në gojën tuaj pasi e keni konsumuar dhe keni të nevojshme të pini ujë, ajo nuk ka qenë një kafe cilësisë së mirë. Prandaj përpiquni të gjeni atë që ju përshtatet me shijen tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.